është bashkë vetëm në ekranin e televizionit Apollon. Në fakt, sot jemi shkëputur të gjitha zhvillimeve politike, ekonomike dhe sociale në vend për të kapur një temë shumë delikate. Pikërisht temën e shëndetësisë. Jo vetëm për faktin që moti tashmë është ftohur dhe kujdesi shëndetësor duhet jetë më i lartë, por edhe për faktin se Ministria e Shëndetësisë ka ndërmarrë një sër reformash. Pikërisht për këtë të fundit, ne do të flasim me një panel të ftuarish. Ata janë drejtues të institucioneve spitalore, do doja që të prezantoja të ftuarën e parë është pikërisht drejtoresha e re e Spitalit Rajonal të Fierit, zonja Donika Alushani. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. I ftuari i dytë i kësaj mbrëmje të sotme është Novruz Caushaj, shef i shërbimit të sëmundjeve të brendshme. Përshëndetje. Përshëndetje. Kemi zotin Dimitër Dhamo, shef i shërbimit pediatrik. Përshëndetje. Përshëndetje. Është i ftuari tjetër i kësaj mbrëmje, pra në këtë bashkëbisedim të sotëm, zoti Fatos Sala, shefi i Poliklinikës Fier. Përshëndetje. Dhe zoti Vladimir Shyqyriu, mjek familje. Përshëndetje dhe faleminderit që e keni pranuar ftesën tonë. Në fakt, si gjithmonë do doja që ta nisnim këtë bashkëbisedim me zonjën Alushani në cilësinë e drejtoreshës së këtij institucioni. Do doja të dija si e keni gjetur Spitalin Rajonal Fier dhe cilat janë prioritetet tuaja. Njëherëzi ju urojmë dhe suksese. Faleminderit, përshëndetje të gjitha. Unë nuk do ta nis domethënë një sesion e gjithë të Spitalit Fierit, por do falenderoj dhe kolegët që kanë punuar në atë institucion. Ardhja ime si drejtoresh në Spitalin Rajonal të Fierit ishte si pasojë e një koalicioni që u bë midis dy forcave politike. Unë thash që falenderoj dhe mirëkuptimin e drejtoreshës së mëparshme, mbasi prezantimi ose dorëzimi i detyrës midis dy mjekëve u bën në një mënyrë shumë të përzemërt, mund të them. Mbasi dhe drejtoresha ishte tepër e përgatitur dhe flas, domethënë me përshtypjet nga më të mira. Unë nuk mund të hedh poshtë punën e bërë nga paraardhësit e mi, por do të them që nuk është që ne të themi që Spitali Fieri është në kushte shumë të mira. Puna është tepër kolosale që të gjithë do angazhohemi bashkë me shefat, me drejtuesët e shërbimeve ambulatore, me shërbimet e patologjisë, kirurgjisë, maternitetit, që puna të eci sa më mirë. Njëkohësisht bashkëpunimi sa më i mirë dhe me drejtuesët e departamentit parsor dhe me ISSHK-n janë akoma më të mira. Megjithatë do flasin dhe kolegët e tjerë. Unë flasë për shtypjet nga më të mirët, pasi ne vërtet jemi në kushte të vështira. E para njerë unë do të them që të gjitha këto reforma që janë marrë për të ardhur sa më mirë në ndihmë të gjithë qytetarëve. Nuk flasë vetëm për Fierin, po flasë në përgjithësi, mbasi ministri zoti Petrit Vasili ka marrë një sër reformash dhe kjo është për të mirën e gjithë popullatës. Qartë. Në fakt, unë do doja që dhe për shikuesit që na ndjekin ta bëjmë paksa bisedën më të kuptueshme. Zoti Caushaj, flasim për reformë në shëndetësi. Në të vërtetë, çfarë nënkupton reforma për të ndalur pasaj në sektor të veçantë? Reforma në sistemin shëndetësor është fat thellë aq edhe e gjerë. Është një reformë e cila normalisht është e nevojshme dhe e domosdoshme për të kaluar në këtë reformë, sepse sistemi shëndetësor ka nevojë për një plugim shumë të thellë. Reforma në sistemin shëndetësor normalisht ka disa shkallë, ka dhe disa etapa. Fillon me shërbimin parësor, ku porta e parë është mjeku i familjes, për cilët kjo reformë në shërbimin spitalor, ku Spitali Rajonal i Fierit hyn në grupin e spitaleve që shep ose që prodhon produkt të nivelit dytësor, dhe bashkë me ne është dhe shërbimi terciar që është Spitali Nën Tereza, Spitalet Universitare. Kështu që do të thosha që pikë së pari, ne të fillojmë nga ajo reformë, e cila nuk është e re për ne. Është një reformë 2-3 vjeçare që ka nisur në shërbimin parësor. Flasim me pak fjalë për një reformë zinxhir. Një reformë zinxhir. Kam përshtypjen se zoti Shyqyriu e ka prekur më nga afër, duke qenë dhe mjek familje. Atëherë, çfarë do të thotë kjo lloj reforme për sa i përket shëndetit parësor? Sot nuk mund ta quajmë fillimin e reformës, por jemi në vazhdimsinë e reformës, sepse ky vit që mbyllet bën 3 vjet që ne vazhdojmë të ndjekim reformën. Reforma ka përparësitë e saj, ku mendoj se një nga përparësitë që na ka dhënë është rritja e numrit të vizitave brenda qendrës shëndetësore, pasi ne aty kemi arritur që të
diagnostikojmë dhe të mjekojmë një gamë sëmundjesh që nuk i kemi bërë më përpara. Kjo ka ardhur si rezultat i menaxhimit të mirë të qendrës shëndetësore dhe si rezultat i pajisjes qendrës shëndetësore me aparaturë dhe pajisje të ardhura nga Ministria e Shëndetësisë. Atëherë, pra flasim kur themi për një reformë disa vjeçare. Nuk e di, unë dua të paktën impakti që ka qenë tek qytetarët, se thjesht rritja e vizitave duket pak amorfe për vetë qytetarët që vinë dhe paraqiten tek ju. Atëherë, që do të shikojmë në zhvillimin e këtyre 3 vjetëve, qendra shëndetësore është kthyer në një institucion që menaxhon komplet buxhetin e saj, një buxhet të cilin e fraksionon për të ndjekur vazhdimsinë në gjatë gjithë vitit. Në këtë buxhet që neve fraksionojmë, shikojmë që Pra, ju po thoni që qytetarët janë të informuar për sa i përket kësaj lloji reforme që ju qytetarë, banorët që ne mbulojmë si mjekësi familjare, gjejnë veten tek qendra shëndetësore, pasi aty kanë mjekun e familjes që i njeh prej vitesh dhe njeh sëmundshmërinë e tyre. Qartë, do të ndalemi pak më vonë, duke qenë se është temë e gjerë. Zoti Sala, vetë spitalet këtu nuk bëhet përjashtim dhe spitali i Firit janë futur në një skemë të veçantë. Çfarë ndikimi ka kjo? Çfarë është kjo skemë e veçantë dhe çfarë ndikimi do të ketë në ecurinë e mëtejshme? Duke pasur parasysh fluksin e madh të punës që bëhet në poliklinikën e specialiteteve në qytetin e Firit, qendër në të cilën mblidhen të gjithë sëmurët e ardhur prej qytetave përreth Firit dhe për zonave rurale dhe qendrave shëndetësore të rrethit ton, mendoj se duhet sqaruar pak më tepër për jo vetëm për aktivitetin që kryen institucioni jonë, por edhe për formën dhe menaxhimin e punës që bëhet në poliklinikën e specialiteteve në Fier. Duhet të sqaroj, e kam fjalën më shumë për të sqaruar opinionin publik se ndoshta ne duhet marrim iniciativën që i shërben dhe kësaj dalje sonde për të sqaruar opinionin publik rreth vendimeve dhe urdhrave të Ministrit të Shëndetësisë të datave 10/10/2009 dhe 20/10/2009 për mbarvajtjen dhe thellimin e reformës në sistemin tonë shëndetësor. Është e vërtetë që ky reformim i sistemit tonë shëndetësor ka disa vjet që ka filluar, por me hapat e fundit dhe me iniciativat e fundit të Ministrisë së Shëndetësisë ne po kalojmë një etapë të re në atë të aplikimit direkt të formave dhe të insinuatave për këtë reformë të prekur me dorë nga publiku dhe nga personeli shëndetësor. E gjitha kjo mendoj i shërben rritjes së nivelit të bashkëpunimit të qytetarëve me institucionin tonë shëndetësor. E thënë në praktik, i smuri pasi ka kaluar tek mjeku i familjes, që është i siguruar dhe ka marrë rekomandimin për një vizitë më kualitative, siç është ajo e kontaktit dhe e marrjes së shërbimit më të kualifikuar nga specialistët e ndryshëm në sistemin tonë të poliklinikës, është që qytetarët kuptojnë akoma më mirë nevojën që duhet të paraqitet fillimisht tek mjeku i familjes në zonën e tyre ku banojnë, apo në lagjen e tyre në qytetin e Firit apo në qytetat përreth. Pasi është pajisur me dokumentacionin e vet personal, me librezën shëndetësore që flet për sigurimin që ky person është i siguruar dhe duke marrë rekomandimin nga mjeku i familjes për të specialisti përkatës, vjen në poliklinikën e specialiteteve dhe paraqitet në zyrën e recepcionit ton ku është një punonjës e caktuar për të komunikuar me pacientën. Vendimi i ministrit të datës 20/10/2009 flet dhe ka përcaktuar të gjithë modalitetet e prezantimit të sëmurit pranë poliklinikës tonë dhe hallkat e ndryshme në për të cilat do kalojë ky smur dhe rregullat e vendosura një herë për gjithmonë për të zbatuar nga ne si profesionist, ashtu edhe nga qytetarët si ndërgjegje qytetare për të marrë shërbimin sa më të kualifikuar dhe sa më në interes të vetë si individ. Duhet sqarojë opinionin publik që çdo smur që paraqitet në recepcionin e poliklinikës me librezën e vetë shëndetësore
dhe me rekomandimin e mjekut të familjes nuk ka asnjë vështirësi për të vizituar, për të marrë shërbimin në një nivel të caktuar dhe pa paguar asgjë, sepse kur paraqitet në zyrën e recepcionit, nga recepcionistja merr një mandat argëtimi, në të cilin shënohet i siguruar dhe po mori këtë shënim, është i lirë të shkoj në zyrën e mjekut specialist ku do t'ja përsaktoj recepcionistja. Dhe aty merr gjithë shërbimin e kualifikuar profesional. Në ato raste kur mjeku specialist mendon se ka dhe një problem tjetër që duhet konsultuar me një mjek specialist, po brenda institucionit ton, ai lëshon një mandat të brendshëm për specialistin tjetër përkatës. Ky mandat i brendshëm i lëshuar nga ky specialist është një lehtësi e madhe për smurin, sepse i smuri shkon te ky specialist tjetër, bën vizitë, merr dhe shërbimin pa paguar asgjë. Në të kundërt, qytetarët dhe të smurët që vinë në poliklinikë duhet të kenë të qartë që ai njeri që vjen për të kërkuar ndihmë mjekësore në poliklinikën e specialiteteve dhe nuk është i pajisur me librin e shëndetit dhe rekomandimin e mjekut të familjes, është detyruar pasi nga recepcioni merr mandat argëtimi, shkon tek arka, ku në fletën në mandat argëtimi recepcionista ka shkuar shërbimin që kërkon ky smur, llojin e shërbimit dhe vleftën e tarifës që do paguajë në ark. Kur shkon në ark, arktarja është detyruar që t'i plotësoj mandat argëtimin, tarifën në 3 kopje. Një kopje e mban vetë arka, një kopje e merr i smuri vetë për të qenë i qartë për atë që ka paguar, dhe një kopje tjetër i lihet mjekut specialist. Dhe pasi ka kryer këtë veprim në shërbimin ton të arkës, shkon paraqitet e mjekut specialist, i cili duhet kemi të qartë se ndodhi nga njerëzve dhe përplasje nga mosnjohja e këtyre rregullave të vendosura midis pacientëve dhe mjekëve. Tek ne s'ka ndodhur, po edhe nëse do ndodhi më vonë, duhet të kenë të qartë në radhë të parë pacientët që vinë për kërkuar këtë lloj shërbimi. Këta njerëz, nëse nuk kanë rekomandimin e duhur dhe mënyrën normale të komunikimit në poliklinik, do të tarifohen sipas rregullave që ka vendosur Ministria e Shëndetësisë. Megjithatë, ka dhe një shpjegim tjetër, që është sa në ndihmë të qytetarëve, aq edhe për sqaruar problemin që qytetarët jenë të qartë për këto lloj shërbimesh. Ai njeri ose ai pacient që specialisti pasi e ka vizituar dhe ka konstatuar, mund të kërkojë disa shërbime shtesë. Për shembull, mund të kërkojë analiza të tjera komplementare laboratorike, mund të kërkojë investigime imazherike, radiografira, eko e tjera. Ai që është i siguruar dhe ka shkuar te specialisti me mandatin e argëtimit i siguruar, të gjitha këto shërbime pasi i jep specialisti i përcaktuar, shkon në laborator, në vendet e imazherisë dhe nuk paguan asnjë lek. Dhe kjo presupozon, si thosh, lehtësinë e madhe ekonomike, portuale dhe profesionale për çdo smur që kërkon ndihmën profesionale. Po në këtë formë, kërkoj të sqaroj gjithë ata që nuk janë siguruar akoma. Dhe dëshiroj dhe besoj që pas këtyre sqarimeve ndoshta do të fillojë siç ka filluar një sigurim më i gjerë dhe më i madh i popullatës, sepse vetë interesi i tyre është në kundërshtim me mos sigurimin shëndetësor, sepse po marr një shembull të vogël, pasi ka paguar tarifën e parë në ark i smuri, ka shkuar tek specialisti i cili i kërkon domosdoshmërisht ndonjëherë edhe analiza komplementare, edhe afeksione imazherike, ai që nuk është i siguruar, apo qoftë edhe kur është i siguruar, por nuk ka marrë rekomandim nga mjeku i familjes, i cili është baza e shërbimit tonë shëndetësor, atëherë do kthehet përsëri në ark, do marri nga arka mandat, nga recepcioni mandat argëtimin me analizat që do t'i kërkohen dhe do shkojë në ark dhe do të paguajë prapë për shërbimin që do t'i kërkohet. Duhet të them se zgjata pak si shumë. Jo, në fakt po na jep sqarime të vlefshme dhe kam përshtypjen se qytetarët po e kuptojnë, po e marrin mesazhin.
Po, faleminderit, po. Megjithatë, nuk duhet që të vim shumë mendim se sa të bëj represion për formën e pagesave dhe për tarifat. Problemi shtrohet kështu, që ky imazh është shumë i vlefshëm për ata që sigurohen, shumë i leverdishëm dhe ata që sigurohen dhe bazojnë vizitën e tyre gjithmonë duke filluar nga njësia bazë dhe që është mjeku i familjes. Ai në kushtet e shërbimit tonë dhe në kushtet e reformimit dhe në atë që thot ministri me urdhrat e fundit, është njeriu më i afërt për çdo të smur. Specialistët kanë problemet e veta, por unë mendoj dhe njerë që mjeku i familjes është baza dhe më e rëndësishme i fillesës së kësaj reforme. Qartë, ju përgëzoj sepse e zbërthyet lishmërinë në këtë pikë deri në detaje. Në fakt, le të zbresim paksa në praktik, zoti Dhamo, përveç anës ligjore. Sa zbatohet aktualisht dhe si mendoni sa do të zbatohet sistemi i referimit qoftë në shëndetin parësor, drejt atij dytësor apo edhe tercial? Sistemi i referimit të pacientit patjetër është i detyrueshëm që të zbatohet, sepse dhe reforma shëndetësore që bëhet është për të rritur cilësinë e shërbimit. Po ashtu të kuptohet që shëndetësia nuk është vetëm që e merr gjithmonë edhe që e marr fonde nga shteti, po neve me anë të siguracioneve, si e shpjegoi dhe doktor Fatosi, kush është i siguruar do paguaj nuk do paguaj, kurse i pasiguruar do paguaj për shërbimin që do marr, për atë shërbim që ne do t'i afrojmë. Në shërbimin e pediatrisë, ne kemi, me qenë se do futim në atë që dhe unë mbuloj në temën aktuale, shërbimi i pediatrisë, aktivitetin e vetë ushtron një godinë të veçantë, dhe ne kemi një specifik të veçantë, që kemi repartin e pranimit ku vinë dhe paraqiten të smurët me nozologji të ndryshme, po ashtu si një poliklinika e vogël, po ta them në thonjsa, si referoi dhe doktor Fatosi. Duhet patjetër që të smurët që paraqiten përveç raste urgjente, duhen patjetër të kenë nga rekomandimi nga mjeku i familjes, pavarësisht se ata nuk do paguajnë asnjë, po është vetë kjo që e kërkon, sepse do shënojnë të gjithë edhe në me anë të rekomandimit, do shtojmë dhe mjekimi që do vazhdoj, për shembull, mjeku familjes atje, ose për ekzaminimet, ose për imazherinë dhe gjitha këto gjërat që do bëhen. Reforma presupozon një gjë, rritjen e cilësisë së shërbimit tek në repartin tonë, në pediatri, pse se specifika jonë është çik më ndryshe nga të rriturit, edhe funksionoj me disa nën reparte. Dhe mendoj që me sigurimin dhe mos kemi një dyndje të veçantë në repartin e pranimit ashtu siç kemi në Verë, ku mjeku i rojes atje që është bën 100 ca vizita, edhe vetë kuptohet që nuk është, po duke u shpërndar puna të mjekët e familjes dhe ne do të shikojmë që nuk do kemi një dyndje të tillë, edhe ato të smurë të cilët do paraqiten në bazë të sistemit të referimit me rekomandimin e mjekut, edhe të gjithë të tjerë që rastet janë urgjente, do marrë një mjekim akoma më të mirë dhe do rritet cilësia e shërbimit. Pse them këtë? Se neve shikojmë shumë raste të veçanta që vinë, për shembull, me një fëmijë me 2 me 3, bashkë me doktorin Zdonikën, se bashkë punojmë dhe vazhdojmë punojmë, shikojmë që e kam sjellë thotë smuri, kështu ta vizitot parin, 2 dhe 3. Nuk është normale që një mjek në spital, mjeku që mbulon edhe të smurët aty, të vizitojnë këto. Ku është fare mirë, mjeku i lagjes, që janë pediatrë në lagje, mjek të zonave, që kanë hapësira dhe ashtu siç thotë doktor Ladi, që neve numri i vizitave vjen gjithmonë duke rritur. Dhe duke u ndërgjegjësuar njerëzit që çfarë ofrojmë shërbimi, dhe që neve për shembull për pediatrinë, doktor Nokja dhe në repartin e të smundit brendshme, do të ndërgjegjësohen dhe do paraqiten në bazë të sistemit të referimit të pacientit me rekomandime me gjithë librin e shëndetit e gjithë, edhe shërbimi që do marrin ata do jetë shumë i kualifikuar mendoj unë, sepse vetë spitali i Fierit rajonal i ka mjekët shumë cilësor për të dhënë këtë ndihmë mjekësore që kërkohet dhe që ne ofrojmë si spital rajonal. Në fakt, po. Desha të vazhdoja, do me thënë, në respekt të mendimit të doktor Miqos, por jemi zinxhir. Do me thënë, nëse doktor Miqo paraqiti shumë mirë situatën për fëmijët, kur të gjithë duhet ta kuptojnë që kjo reformë nuk ka të bëjë me fëmijët apo me të rriturit.
Kjo është një reformë që unë përmenda desha të shtoj që fëmijët të dinë gjithmonë. Fëmijët janë një kontingent i cili gjithë kohën do jetë falës. Sistemi i referimit nuk është pengesë vizite. Sistemi i referimit është gjithkushi të bëj punën e vet ashtu siç duhet të bëj. Dhe në vazhdim të këtyre të fëmijëve, vim te pjesa që takon pjesa e territorit që është pjesa më delikate. Jo për nga rëndësia shëndetësore, për nga rëndësia e zbatimit të sistemit të referimit. Unë, kur fola, në fjalinë e parë që thash shqiptar, përmenda fjalën e thellë dhe e gjerë. E gjerë sepse kisha parasysh që fillon nga mjeku familjes dhe përfundon deri tek spitalet universitare. E thellë kisha parasysh jo një pikë. Kjo që po flasim ne sot dhe që është shumë e rëndësishme është sistemi i referimit. Por reforma në sistemin spitalor, sistemi i referimit e ka një krah. Mos harrojmë që ne po bën disa muaj, por këtë janar ne kemi hyrë, hym në atë që quhet financim nga Instituti i Sigurimit Kujdesit Shëndetësor. Deri më sot, spitalet shqiptare i ka mbështetur Ministria e Shëndetësisë. Tani e mbrapa, spitalet shqiptare hyn në skemën e re të mbulimit financiar që është e lidhur drejt për drejt me Institutin e Sigurimit. Do me thënë, me atë mëm të mbulimit të kujdesit shëndetësor që është dhe parësori. Pra neve dashje pa dashje, një reformë e nisur 2-3 vjet më përpara, vazhdohet me ne me të njëjtin kupol, me Institutin e Sigurimit të kujdesit shëndetësor. Ndërsa Ministria ngelet në kuadrin e projekteve, në kuadrin e investimeve të mëdha, të projekteve, të planifikimeve të mëdha shëndetësore. Çfarë po ndodh mbas këtij urdhri të Ministrit të Shëndetësisë? Me të vërtetë, domethënë ne që punojmë dhe në sistemin spitalor dhe në sistemin ambulator, që është poliklinika, kemi konstatuar frutet e para të kësaj urdhërese. Frutet e para të cilat jo se rëndojnë popullatën. Të gjithë njerëzit duhet na mirë kuptojnë. Nuk jemi ne ata që detyrojmë njerëzit të paguajnë parat. Janë njerëzit që duhet kuptojnë që duhet sigurojnë shëndetin e tyre me qëllim që nëpërmjet të kontributit të të gjithëve në drejtim të sigurimit të shëndetit. Do ketë më shumë para për sistemin shëndetësor, do ketë më shumë para për sistemin kirurgjikal brenda sistemit shëndetësor, do ketë më shumë para për shërbimin pediatrik që dim në gjithë sa kërkon, do ketë më shumë para dhe buxhet për pagat e kësaj gjenerate të shoqërisë sonë, e cila sakrifikon pjesë të tëra të jetës vet në shërbim të njerëzve. Doktor Mito dhe Dr. Fatosi kanë shumë vjetë që punojnë. Po të bëjnë një hesab të vogël se sa pjesë të jetës tyre ka lënë spitaleve, të gjithë njerëzit habitet. Pra, çdo të thotë kjo. Sigurohemi të gjithë dhe detyrueshme për të siguruar të gjithë, të paktën për shëndetin, sepse ne të gjithë sigurojmë makina. Dhe po të pyesim pse nga ne sigurojmë shëndetin. Absolutisht pak. Dhe çfarë ka ndodhur? Në poliklinika po rritet ose po ndryshon shumë raporti i njerëzve që vinë me libër dhe me rekomandim përkundrejt njerëzve që vinë pa libër dhe pa rekomandim. Kam një brenda 2-3 javë, po shikojmë një përmirësim të raportit në favor të rekomandimeve edhe në favor të librezave. Jo, këtë nuk e vëmë të gjithë në dyshim. Në fakt, të flasim, të zbresim pak në bazë, për ta bërë dhe më të kuptueshme bisedën, po edhe të prekim shqetësimin e qytetarëve, në fakt. Unë e kuptoj dhe impaktin pozitiv që Ministria e Shëndetësisë apo ISPSH kërkon që të vërë në zbatim, nuk e diskutojmë, por të paktën ajo që ne kemi prekur, duke qenë gazetar, ka qenë shumë e papritur, ky lloj ligj shumë i papritur për qytetarët, ajsa një pjesë e mirë e tyre janë të pamësuar me këtë lloj kulture. Jo, do të kundërshtoj pak. Dhe nuk mendoni se është pak do të kundërshtoj pak. Jo, absolutisht. Nuk është e papritur. Ka shumë vite sistemi i referimit. Nuk kemi dashur të zbatojmë ashtu siç duhet sistemin e referimit pacient. Nuk ka lidhje dije. Ka shumë vite pa diskutim. E ngacmoj ky fakt. Nuk besoj se është e papritur sepse sistemi i sigurimit ka kaq kohë që funksionon. Tarifat kanë qenë edhe më përpara, ka qenë tek mjeku i familjes 400 lekë, tash kanë arritur 1000 lekë, por kjo tarif që është vendosur nuk është një masë nëshkrimore karshi pacientëve, karshi atyre që kërkojnë të vizitohen, por është një lloj kostoje që ka ky shërbim që japim ne. Ne prodhojmë një shërbim. Çdo gjë që prodhohet ka një kosto. Dhe kjo kosto duhet paguar. Këtë kosto nuk duhet ta paguajë pacienti. Këtë kosto do të paguajë Instituti i Sigurimit të Kujdesit Shëndetësor me skemën e detyrueshme që ka vendosur.
atëherë ky pacient është i mbrojtur në qoftë se do arrit të sigurohet. Kjo besoj se është më e kuptueshme, ndoshta, domethënë që duhet paguajnë një herë, por e kanë për gjithmonë. Është i mbrojtur nga sigurimet shëndetësore. Prandaj nuk ka pse të nuk është e paparashikueshme ose nuk është e papritur. Po. Në fakt, zonja, mendoni se është kjo periudhë fluksi, le të themi, apo dhe shqetësimi në thonjza e qytetarëve është kalimtare, sepse do sjell. Kjo është kalimtare. Unë mbështes mendimin e kolegëve të mi, sepse ne jemi të gjithë mjek, dhe unë kam punuar në pediatri dhe i di, por i di dhe marrëdhëniet, domethënë me kolegët, me patologjinë, me kirurgjinë, me maternitetin, gjitha sepse ne kemi kaq vite që punojmë. Në aparencë duket e vështirë sistemi i referimit të pacientit, ndërsa po ta marrësh tamam ashtu me arsye dhe me logjik, nuk është as pak e vështirë. Kjo është tamam lidhja e drejtë për drejtë që ka pacienti me mjekun e familjes, që krijon një lidhje shumë të ngushtë, dhe pacienti me specialistin, sepse duke dërguar dhe duke u siguruar pacienti, duke u nisur nga mjeku i familjes për tek specialisti, dhe kur ai është i siguruar që nuk i detyrohet asnjë lloj shpenzimesh ose vlere që të paguaj, sepse mbulohen nga shteti, kur ai i rikthehet përsëri mjekut familjes, këtu krijohet një lidhje shumë e ngushtë mjek-pacient ose mjek-familje, mjek-specialist, dhe kjo tregon atë rritjen e cilësisë së shërbimit. Sepse ashtu siç tha dhe doktor Fatosi apo doktor Novruzi apo doktor Miço, që ne kemi provuar të gjithë fluksin e lartë të vizitave dhe nuk arrin do të bëjmë atë cilësi maksimale, ndërsa kështu dihet diferencohen gjithçka. Ai që është i pasiguruar do të nënshtrojë të gjitha detyrimeve financiare që ka vendosur kjo ministri. Pra thamë që kjo ka disa vjet dhe nuk vjen tani. Dyndja e këtyre njerëzve që duken te Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor është si rezultat i kësaj reforme që nuk është zbatuar më përpara. Por tani duke e parë aq ngushtë dhe rritjen e tarifave, ata detyrojnë që të pajisen të gjithë me librin e shëndetit. Po. Zoti Salla, po. Desha të sqaroj pak një problem mentaliteti. Në përgjithësi gjithë vim nga një mentalitet i shkuarës ku gjërat dhe interesat e individit të paktën në atë shoqërinë e shkuar nuk kishin në dukje. Askush nuk e dallonte dot çfarë vlere kishte sigurimi shëndetësor që bëhej ndaj tij, sepse sigurimi shëndetësor ka patur në çdo kohë. Ne tani kemi kthyer fytyrën dhe ecim drejt një rruge moderne, krahasimisht me vendet e përparuara të Europës. Dhe ky sistem shëndetësor shkon drejt këtyre praktikave mjekësore, këtyre praktikave europiane. Jemi në një kohë kur duhet të sqaroj qytetarët kështu sinqerisht që ne jemi në një periudhë kur çdo individ duhet të jetë i qartë për çfarë ndodh me të. Sepse gjithë secili nga neve jemi në një periudhë që ndërton të ardhmen e vet dhe të fëmijëve të vet, por është edhe i qartë dhe i ndërgjegjshëm për atë që ndërton dhe për sasinë kompetitive të veprimeve që merr për të ndërtuar këtë të ardhme. Ne e kemi parasysh që jo të gjitha mundësitë tona ekonomike dhe ato kontributet tona personale që paguajnë ata që sigurohen, janë në gjendje të rikuperojnë atë shërbim që marrin në institucionet shëndetësore. Problemi shtrohet që, si thuash, mali i të ardhurave për sigurimin shëndetësor të vi tradicionalisht dhe vazhdimisht duke u rritur, sepse nëpërmjet këtij grumullimi monetar dhe shërbyes krahas shtetit rritet, si thuash, mundësia për të marrë jo vetëm investigime më të kushtueshme, më të cilësore, më moderne, por edhe duke marrë edhe mjekësinë aplikative direkte që është manifestuar në sistemet e kardiologjisë, në sistemet e kirurgjisë dhe pediatrisë moderne, i cili vjen nga këto lloj kontributesh që vijnë nga disa lloj burimesh. Parasysh nuk është, duhet të qetësoj publikun që nuk është se do mbajnë ata vetë me lekët e tyre, me xhepin e tyre, shërbimin e vetë shëndetësor. Është një kontribut që në gjithë botën, secili heq nga puna e vet sjell një pjesë kontributi për shërbimin shëndetësor. Që ai merr shërbimin shëndetësor. Kjo është forma moderne e këtij investimi masiv. Problemi shtrohet që qytetarët duhet të jenë të ndërgjegjësuar më shumë për interesin e vet, jo vetëm për aspektin e vizitës vulgare dhe thjesht, po për shërbimet shumë
shumë të kushtueshme që kërkon jeta e njeriu, një operacion, një infarkt, një hemorragji cerebrale që kërkojnë shpenzime shumë të mëdha, duke qenë ndërgjegjshëm që shoqërinë do ta ndërtojmë gjithë bashkë. Këtu mendoj që qytetarët duhet të kenë parasysh që të jenë të ndërgjegjshëm që ky kontribut masiv i përbashkët i shërben të gjithë shoqërisë, inkluzivisht edhe atyre vet. Pa dashur që të them që qytetarët duhet paguajnë që të ndërtojnë për shërbimin e tyre shëndetësor. Pra, është një lloj thirrje që ju bëj qytetarëve që mos kenë frikë nga kjo reformë, mos kenë frikë se kush e di se ç'do ndodhi me jetën e tyre, apo të mos urren që të mos vinë për vizitë se kush e di se ç'do të ndodhi. Dëshiroj që të jemi të hapur me qytetarët dhe mirëpresim dhe vretje nga ato mangësitë që kemi ne në punë nga ndonjëherë. Patjetër, ne do të çojmë shumë shpejt dhe një numër për mesazhe, kështu që qytetarët mund të dedikojnë dhe pyetje ndoshta. Jemi të gatshëm. Kalojmë në të njëjtën pikë sërish zoti Caushaj, sepse më duket sikur sot po ju shigjetoj juve në fakt. Thatë që sistemi i referimit ju lejon qytetarëve që të shkojnë njëherë tek mjeku i familjes dhe pastaj të ndjekin procesin e zinxhir. Por në fakt, për hir të së vërtetës, duke qenë se jemi shqiptarë dhe duke qenë se kemi këtë kulturë që kemi të shërbimit shëndetësor, ekzistojnë dhe preferencat dhe kjo nuk ndodh vetëm në Shqipëri normalisht. Natyrisht. Unë në fakt do doja të kisha dhe drejtorin e shëndetit publik për të na dhënë, le të themi, një panoramë të shërbimit në zonat rurale, por megjithatë me atë pak informacion që kemi, qoftë edhe i cunguar. Pra, çfarë bëhet në rastet kur vetë pacienti ka preferenca? Që do të thotë kërkon të anashkaloj mjekun e familjes, sepse ndodh rëndom, apo jo, për të shkuar direkt tek specialisti. Unë këtu desha të bëj një sqarim të vogël. Preferenca që ka i sëmuri për mjekun është një drejt që lind nga karta e pacientit. Këtu qëndron një nga shtyllat e reformës në mjekësi. Mjeku i familjes këtë ka. Një nga 2-3 shtyllat që ka mjeku i familjes është që i sëmuri e zgjedh mjekun e vet. Preferenca që ka i sëmuri për një specialist nuk ka lidhje me përmbajtjen ose me zbatimin, me përpikmëri me sistemin e referimit. I sëmuri të shkojë te mjeku i familjes, të marrë librezën e shëndetit, të marrë rekomandimin dhe ta zgjedhë specialistin. Atit nuk do t'i mohohet asnjëherë e drejta që ka për ta zgjedhur mjekun që ai dëshiron të shërbej shëndetit e tij. Domethënë, nuk është kjo një arsye madhore për t'u shmangur sistemit të referimit, sepse nuk e pengon rekomandimi dhe libri i shëndetit për të më zgjedhur mua apo doktor Fatosin apo dikë tjetër. Ne mirëpresim. Gjithsesi duhet të trokasin te dera e mjekut të familjes, qoftë dhe për këtë autorizim. Natyrisht. Edhe pse ai ka një preferencë për një specialist të caktuar. Ai e rëndësishme për të gjithë ne është që ai të jetë i siguruar. Duke qenë i siguruar, dhe mos të harrojmë dhe një gjë. Urdhëresa e ministrit është e qartë. Edhe nëse je i siguruar, duhet ti referohesh pikë së pari mjekut të familjes. Domethënë, nëse ju jeni vërtet e siguruar dhe mbani në dorë një libër që quhet libri i shëndetit, dhe vini te specialisti, prapë ju e keni anashkaluar mjekun e familjes dhe quheni pa rekomandim dhe të paguani tarifën që ka vendosur shteti. Domethënë, hallka numër 1 e pashmangshme për të kaluar është mjeku i familjes. Ne jemi plotësuesit dhe shitësit e një shërbimi shëndetësor më të kualifikuar, por jo duke anashkaluar ata. Në fakt, duket sikur po ju rritet dhe rëndësia, kështu si ndjen. Jo, po vjen në vendin e vet. Po vjen në vendin e vet. Ka një vlerësim. Nuk mendoj se ka një vlerësim. Nuk mendoj se ka një vlerësim të mjekut të familjes, por është domosdoshme të jetë një lidhje absolute midis mjekut të familjes dhe specialitetit të poliklinikës. Duhet të jetë domosdoshme. Që shërbimi të jetë maksimal, cilësia e shërbimit të jetë shumë e mirë, lidhja duhet të jetë shumë e fortë. Në fakt, kjo është ana ligjore, kam përshtypjen, se nuk e di qofsha e gabuar. Nuk flasim për cilësinë e shërbimit, nëse flasim atë që sqaroi zoti Caushaj. Atëherë të shikojmë pak më. Jemi në rregull me ligjin. Jo, nuk është ligj. Atëherë të shikojmë pak më gjerë. Në qoftë se do të anashkalohet mjeku i familjes dhe do të shkohet drejt tek mjeku specialist, mjeku specialist punë e parë që do të bëjë do të lodhet me të smuri për të marrë informacionin se çfarë ka ky smur. Pse ka ardhur deri këtu sepse nuk e njeh. Kurse mjeku i familjes e njeh shumë herë diagnozën që ka dhe e rekomandon atje ku duhet, në atë kanal ku duhet shkojnë për specialistin. Por ka një gjë që mjeku i familjes duhet të ngrejë nivelin e vet profesional,
që është kusht themelor i reformës. Do të ndalemi pak më vonë, aty e kam për drejtoreshën atë pyetje dhe pastaj për juve. Kalojmë pak, kishe për të shtuar diçka pak më parë? Në drejtim të asaj që pyetës i bët ju për preferencën. Sistemi reformues që ka ardhur tash nuk e përjashton referencën, e ka zgjidhur nëpërmjet sistemit të recepcionit. I smuri vjen tek recepcioni dhe paraqit kërkesën për vizitë të specializuar te mjeku përkatës. Në rast se recepcioni ka të hartuar, ka dhe në regjistër datat, orët dhe vendi ku bëjnë vizita specialistët të ndryshëm. Dhe në rast se ka preferencë personale për një mjek të caktuar, ai është i lutur të paraqiti preferencën, në recepcion, dhe recepcioni është i detyruar të caktojë orën dhe datën kur ai do të vijë tek mjeku që kërkon. Nuk është e përjashtuar preferenca të smurve për mjek të veçantë. Pra është e parashikuar në reformë. Ku të duash të vish, mund të mos jetë në shërbim në atë orë, do presësh, do përcaktosh një orë tjetër, një ditë tjetër. Është e zgjidhur dhe kjo, nuk është problem. Ku të dojtë të shkojtë vizitar? Qartë, në fakt, zoti Dhamo, preferenca na ndodh shpesh kur jemi mirë dhe kërkojmë të bëjmë një vizitë, po kur kemi raste urgjencash, si do të paraqitemi dhe si pranohen? I semori paraqitet pa rekomandim, paraqitet unë përflas për pediatrin në repartin e pranimit, ku jepet ndihma e parë për çdo problem që ka, është mjeku urojës, edhe nëse ka probleme të smur të rëndë, ne punojmë si ekip në një kompletuar, me konsulta, që është kanë shefi edhe gjithë mjek tjerë specialist. Kudo rastet janë paraqitur në repartin e pediatrisë. Nuk diskutohet urgjenca, theksova një herë më parë që vinë pa rekomandim. Do vinë, do për çdo gjë, do diagnostikohet, do shtrohet në spital, apo do në repartin ditor, apo do jepet ndihmë aty për momentin dhe do largohet në shtëpi, është problem tjetër, varet sipas gjendjes së smurit. Qartë, pra nuk kërkohet libreza shumë. Jo, urgjencat e pediatrisë, jo absoluta. Do me thënë, duhet t'i ndajmë shërbimet. Pediatria është pediatria që ka një problem të veçantë pediatria. Pediatria ka është mini urgjencë e veçantë. Prandaj thashë që ai repart pranimi e kemi të veçantë dhe si godin e kemi të veçantë. Prandaj do ta theksoj sepse është e domosdoshme ta theksoj. Pediatria është e veçantë dhe ka shërbim falas. Më falë, doktor Miqon. Në këtë sistem referimi që po kalojmë tani, duket sikur hallka më dobët është urgjenca. Por realisht nuk është kështu. Të gjithë njerëzit mos mendojnë se nëse do kaloj ose anashkaloj mjekun e familjes apo dhe specialistin në poliklinik dhe do mendojnë se do t'i zgjidhin hallet e tyre në urgjencë. Nuk është kështu. Shumë shpejt ne do pajisemi me nomenklaturën e plot urgjencë. Dhe çdo nozologji që futet në urgjencë, në atë që quhet reparti pranim urgjencës, dhe nuk përfshihet në ato që quhen urgjenca për t'ju shërbyer, do paguhet tarifa e caktuar. Do me thënë, mos ta kthejmë urgjencën në një kampus ku çdo kush në çdo kohë që të kujtohet të mund të vej dhe të vizitohet. Në mënyrë absolute. Jo. Në sistemin e referimit sëmundja është termi gjerë dhe urgjencë është termi ngushtë. Teksohet, urgjenca është termi gjerë. Gjithmonë do jepet shërbimi në urgjencë. Qartë, sqaruam për fëmijët. Jo, edhe për të rritur patjetër. Ashtu si shta dhe doktor Novruzi, urgjenca është tamam urgjencë, nuk do flas për pediatrin, po do flas për urgjencën që është tamam. Nëse një i smur, sepse mua më erdhi një ditë një zonjë, dhe kishte shkuar në urgjencë për t'u vizituar. I kishin kërkuar rekomandimin. Nuk kam. Librin e shëndetit, nuk e kam. Dhe erdhi për t'u sqaruar. Nëse një i smur është tamam urgjent, ai shkon tamam urgjent në spital. Nuk shkon në urgjencë për t'u vizituar dhe të vi me këmbë për t'u ankuar ose për të gjetur në drejtësi. Atëherë, do flasim për rastet më të rënda. Flasim për rastet më të rënda që janë ekstreme dhe nuk kanë asnjë lloj tarife pagese. Atëherë, për qytetarët e tjerë, nëse ai vjen me një temperaturë të lartë, që ndoshta mjeku i familjes nuk ndodhet, ose mjeku i flas për periferin kur disa mjek mbulojnë, një mjek për shembull mbulon 2 fshatra dhe nuk ndodhet, dhe vjen për të kërkuar një ndihmë të momentit, është me një temperaturë të lartë. Atëherë, për momentin do t'i jepet kjo ndihmë. Por në asnjë mënyrë nuk do t'i jepet mjekim që ai të shkojë dhe të lidhet me mjekun e familjes.
do të jepet ndihma e momentit, por që do të shkoj patjetër të marrim mjekimin në vazhdimsi tek mjeku i familjes. Sepse nuk mund të fusim në ato urgjencat ekstreme, se kështu mund të vim plot. Vjen një ideur. Ideuri është vërtet, domethënë për t'i dhënë ndihmën aty në urgjencë. Por mund të vinë një hemoragji cerebrale që kjo është tamam urgjencë. Është urgjencë ekstreme. Thash, vjen një me temperaturë 39-40, do të jepet ndihma, po do shkoj tek specialisti. Kategorizimi i urgjencave, për fjalë që dhe qytetarët ta kenë të qartë, po. Qendrat shëndetësore janë të pajisur me një protokoll mjekimi, ku përcaktojnë qartë rastet e urgjencës, kush janë rastet e urgjencës që duhet menaxhoj qendra shëndetësore edhe pa rekomandim, që i mbulon Instituti i Sigurimit të Kujdesit Shëndetësor. Po kështu mendoj se duhet të jetë edhe në urgjencën e spitalit. Janë të përcaktuar qartë nosologjitë se kush janë urgjenca. Në fakt, unë ju kuptoj, aq sa mund t'ju kuptoj në gjuhën tuaj, por a e din qytetarët se cilat, do të thënë, din ata ti klasifikojnë këto? Ju a bën të qarta këto mjeku i familjes? Mjeku i familjes jo ka bërë të qartë, por ne jemi të detyruar t'i afishojmë në qendër shëndetësore të gjithë këto protokolle. Kush janë urgjencat, të drejtat e pacientit, detyrat e pacientit janë të afishuar në qendra shëndetësore. Vetëm duhet që të marrë informacion dhe t'i lexojnë. Nese, ta plotësoj pak këtë. Nuk është detyrë vetëm e qendrës shëndetësore të bëjë të qartë pacientëve se si duhet ta zgjedhin rrugën e drejtë për të marrë ndihmën shëndetësore. Natyrisht mjeku i familjes ka detyrën e vet, por detyra e parë fillon nga shkolla. Nga mësimdhënia dhe nga shkolla. Mënyrat e edukuarit me këtë. E dyta fillon nga mjeku i familjes. E treta harruat rolin tuaj. Media. Media gjithmonë. Sa fuqi keni ju për ta përcjellë këtë të njerëzit? Sa fuqi kemi ne? Doktor Miçua 10 veta në ditë, unë 15, doktor Zonika 20, s'ka rëndësi. Po ju, në të njëjtën kohë, sa fuqi keni? Atëherë të gjithë bashk duhet dhe nuk themi që gjithçka zgjidhet brenda një dite. Por të gjithë bashk, duke filluar nga shkolla, nga sistemi shëndetësor, nga media, duke pritur atë kohën e domosdoshme të zbatimit të këtyre reformave, do ta realizojmë këtë punë. Nuk është halk që ka ngelur në nga, është halk me kontributet të gjithë. Po. Zonja Lushani, kalojmë tek një pikë tjetër që e kapi shoqëriu pak më parë, cilësia e shërbimit në zonat rurale, mjekët e familjes, a kanë kaluar në atë sitën le të themi të profesionalizmit, apo do të ketë një skemë apo vetë mjekët e familjes duhet të merren me veten e tyre për të profesionalizuar le të themi në maksimum? Unë di, nuk flas për këto ditë, për 3 javë, Mirë, po të mos flasim më konkretisht, di në vazhdimsi që mjekët e familjes janë trajnuar për këto probleme. Jo se kanë ngelur, ashtu, po kanë bërë trajnime të vazhdueshme, mbasi zoti Ladi e di akoma më mirë sepse ka qenë drejtues. Po di që kanë bërë trajnime të vazhdueshme. Publik, kështu që mund të na flisni. Ladi e ka këtë më shumë se sa drejtoresha. Mendoj se është adekuate ngritja e nivelit tekniko profesional i mjekut të familjes. Reforma këtë presupozon që mjeku i familjes të arrijë nivelet sa më të larta se të reja dalin çdo ditë. Në qoftë se do të qëndronim me ato që kemi marrë në fakultet, nuk besoj se do të ishim paralel me mjekun specialist si vjen. Atëherë reforma na drejton në një pozicion shumë të thjeshtë. Ne duhet të formohemi në 3 rrugë, besoj, në rrugën mediatike, në rrugën elektronike të post-elektronike dhe në rrugën e kualifikimit organizuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe në Qendra Edukimin dhe Vazhdim. Është vendosur një program i qartë që çdo mjek familje do të realizojë në formën e kualifikimeve të detyruara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Qendra Edukimin dhe Vazhdim për të arritur kreditet maksimale që nesër tjetë javë të licencohet për të vazhduar punën. Domethënë do të rilicencohemi edhe një herë, si jemi licencuar, por do të rilicencohemi duke plotësuar numrin e pikëve të krediteve. Kjo çon drejt për drejtë në rritjen e nivelit të cilësisë së shërbimit, se është e nevojshme. Qartë, kalojmë në një pikë tjetër, zonja Lushani, duke qenë dhe në cilësinë e drejtueses së institucionit spitalor në Fier, institucioni më i madh në vend apo jo? Dua që të më sqaroni për mua, për këtë panel sot, por edhe për ata që na ndjekin, sepse kam përshtypjen që interesi është shumë i lartë. Ky lloj sistemi, kjo lloj skeme do të minimizonte mitmarrjen? Do të sillte një impakt, le të themi, pozitiv në këtë drejtim?
ndoshta është e rëndë të flasim për korrupsionin, por le ta pranojmë që të gjithë ne që ka qenë pjesë e pandare e shoqërisë sonë. Ne thamë që në fillim që kjo është një lidhje unike. Politikat tuaja në qeverisje. Kjo është një lidhje unike, të gjitha këto reformat kanë një lidhje të përbashkët që do arri tek rritja e cilësisë së shërbimit të pacientit. Për pyetjen që ju drejtoni, për korrupsionin, kjo do të thotë që është shumë pozitive, sepse të gjitha duke u rritur të gjitha cilësitë e shërbimit, do arri që të zhduket dhe korrupsioni. Natyrisht që një nga pikat e kësaj reforme të gjerë është edhe kjo. Do me një nga pikat e kësaj gjerësisë reforme. Unë kam përshtypjen se kjo do ishte primarja. Jo, primarja në një reformë shëndetësore është si të arrim nëpërmjet një legjislacioni të caktuar të rrisim në maksimum shërbimin ndaj njeriu. Kjo është primarja. Pastaj, si arrim këtë? Atëherë janë të gjitha kolonat e tjera që mbajnë këtë kapuç. Një nga këto është dhe korrupsioni, mitmarrja, nuk është fenomen shqiptar. Është fenomen botëror. Patjetër. Por ka një problem. Nëse ne legjislacioni do ta detyroj, nëse legjislacioni do ta detyroj pacientin, nëse ne të gjithë bashkë do ta detyrojmë pacientin që të kalojë nëpër këto shtigje që ne përmendëm, atëherë raportet pacient-mjek kthehen në raportet e njeriu që ka nevojë dhe të një njeriu tjetër që i shërben këtij njeriu në nevojë. Dhe largohen raportet më shif se do të shoh. Është e thjeshtë. Ai vjen me rekomandim, vjen me librez, ka një hall, ju e zgjidhët. Dhe s'është e thjeshtë. Ai nuk pyet për mjekun e familjes, vjen pa librez me rekomandim, me mendimin se do ta zgjidhë ndryshe raportin që ka me mjekun. Kështu që natyrisht do ndikojë. Zoti Salaj, ka ndodhur këto 2 javë që ka filluar le të themi impenjimi dhe i qytetarëve që të implementohet kjo skema më shi se do të shoh? Më parë desha të ingranohesha pak për problemin e mëparshëm që bëhet për pyetjen që bëhet për cilësinë e mjekëve të periferisë. Megjithëse në me të vogël, kështu unë gjykoj se. Më falni zoti Sala, dua që të sqaroj të gjithë qytetarët që na ndjekin jo thirrje në numrin e servitur në ekran, por vetëm SMS. Dhe mund të drejtojnë dhe pyetje për paneli. Ju lutem. Desha të sqaroj që niveli i mjekëve të periferisë ka ndryshuar shumë vitet të fundit, sidomos me kualifikim, jo vetëm me kualifikimin e tyre personal, por edhe me specializimin e mjekëve të veçantë për mjek familje. Pra, po vjen duke u rritur cilësia e shërbimit në periferi, duke ardhur nëpërmjet kualifikimit dhe rritjes së cilësisë të atyre që rekrutohen për të shërbyer në periferi. Tani mendoj që në shumicën e rasteve, jo në të gjitha, nuk rekrutohet një mjek që ta çojmë ne për të zënë një vend bosh. Pra, po shkohet drejt rritjes cilësore. Jo, në fakt, zoti Sala, për hir të së vërtetës nuk kuptova këtë në pyetjen time të mëparshme, por edhe faktin që një mjek duhet të mbulojë dhe shumë zona, në fakt, në shumë fshatra. Dhe gjithsesi në praktikë është e pamundur, le të themi, paktën për këto rastet që përmendëm, sepse këtu ishte edhe konteksti i pyetjes sime, jo për të thënë. Më të japë këtë përgjigje më mirë. Marr spunto nga pyetja juaj që me që kam përfënuar edhe vetë në periferi, problemi shtrohet që Fieri ka një fat të madh. Që Fieri është, rreth i Fierit është qytet i madh. Se edhe Semani nuk konsiderohet me fshat, me makinë, me bicikletë vjet, rrugët e komunikimit. Kjo flet që mjekët nuk ka zona të vështira që mjeku të shkojë një herë në javë apo një herë në 2 javë. Pra, cilësia e mjekëve të familjes po vjen duke u rritur. Dalën atë që thoni juve për problemin e nivelit të korrupsionit. Meqense në poliklinikën e qytetit Fierit koncentrohen gjitha vizitat cilësore. Tek ne urgjenca nuk vinë të asaj shkallë që shkojnë në spital. Ju jeni më të qetë në këtë drejtë. Jo, më të qetë. Po vizita jonë është më elokuente, me që kemi qik më shumë kohë të merremi me të sëmurën, se vjeni para përgatitur. Nuk vjen urgjent dhe marrëdhënia jonë me ta është shumë e mirë kuptueshme, shumë e hapur dhe kemi pak kohë më shumë, jo si një kardiolog, jo si një kirurg që gjendet përpara një drame mjekësore. Ne kemi
kemi si thua favorin e komunikimit direkt dhe hapur me pacientët. Problemi shtrohet që duke u disiplinuar, duke kaluar në margin ekonomik, në margin e marrëdhënieve qytetare ekonomike të individit që kërkon të marrë të blejë një shërbim, pra hyn marrëdhënia kur hyn arka në mes, cilësia e shërbimit bëhet më jo vetëm pragmatike, po bëhet edhe më strikt. Do me thënë, pacienti ka paguar më përpara, vjen me biletën që i takon dhe s'ka nevojë të falenderoj njëri. Aq më tepër të paguaj njëri. Ai që është falenderoj shumë gojë. Se nga ana njerëzore, falenderimet janë. Jo, desha të them pikpamjen time. Falenderit. Nuk i urrëzoj. Problemi është kështu që ai që vjen dhe paguan shërbimin se nuk është i siguruar për arsyet e veta, është i tarifuar nga shteti nëpërmjet sistemit të recepcionit të arkës dhe vjen tek specialisti, si thuash, me ballin hapur kur thonë, sepse nuk i ka ndonjë detyrim përveç marrëdhënies profesionale, cilësore, qytetare, të cilat nuk hyjnë në atë sistemin që thoni ju se njerëzit do ta pinë një kafe, po nuk është për të diskutuar kjo. Problemi është te kërkesa që mund t'i bësh qytetarit për shërbimin që do i bësh. Me këtë formë ndërpritet. Marrëdhëniet e tjera pastaj janë të pa dënueshme as nga gjykata. Atëherë, zonja Lushani, folëm për shërbimin shëndetësor, por në fakt unë e shikoj si të pandar dhe le të jetë niveli 2, flasim për poliklinikën për injeksionet. Kur flas për injeksionet në poliklinik, në kuptoj dhe në zonat rurale. Do të ketë një viston, le të themi, për të bërë këtë lloj shërbimi, pra duhet patjetër kjo librezë shëndetësore dhe një ndoshta rekomandim? Apo qytetari, pacienti vjen mund ta bëjë injeksionin në çdo kohë dhe pas një tarif? Tani, për të diskutuar për injeksionet, ne e dim që të gjitha qendrat shëndetësore, flas si për periferin, ashtu dhe për në qytet, janë të ngritura në vendet veçanta për bërjen e injeksioneve. Ku shërbimi është deri mbas ditës, sepse janë të llogaritura antibiotikët që merren në injeksione, që kanë një orar, një herë në 12 orë, se nuk mund të flasim për një orar tjetër, sepse nuk arrihet. Të gjitha qendrat, unë e di që dhe tek 11 janari, në Lagje Liri, në poliklinik, janë të ngritura vendet e injeksioneve, kështu që janë të detyruar që ato të përgjigjen atij orari që është caktuar, sepse kur punojnë me 2 turne janë infermiera apo stafat. Ashtu dhe për shërbimin ambulator, e di shumë mirë që janë të ngritura, janë vendet veçanta, sepse ne kemi një vështirësi. Të gjithë qytetarët, flas për këto në Fier që kanë injeksione, vinë dhe përplasen në pediatri. Vinë me orar dhe pa orar. Kur në pediatria, unë flas për pediatrinë sepse kam punuar dhe e di vështirësinë e punës, dhe prandaj po flas aty, nuk po flas për urgjencën, ndoshta edhe në urgjencë është e njëjta dyndje, por këtu do vendosim një orar fiks. Sepse në pediatri, në shërbimin ambulator, nuk mund të përgjigjem dot për injeksionet. Sepse aty një repart pranimi është për pritjen e urgjencave, është për bërjen e vizitave, dhe unë në atë dhomë ku kam dhënien e ndihmës parë për repartin e pranimit, nuk mund të përballoj dhe injeksionet. Atëherë është lënë në poliklinik dhe dihet që është me 2 turne, një vend i caktuar në poliklinik që ka turnin e parë dhe turnin e dytë për injeksionet. Po e njëjta gjë ndodh edhe në pranimin e spitalit të madh. Dhe kjo do t'i vihet një barikadë që të gjithë ata që kanë injeksionet të përballen me poliklinikën dhe me lagjet. Poliklinik dhe me lagjet. Shumë sqaruat orarët në të vërtetë dhe të paktën anën institucionale, por do doja të dija sepse është për pagesën interes, po pra. Për pagesën nuk pagues, ai ka paguar shërbimin. Ai ka paguar atë shërbim. Një smur që do bëj një injeksion, do thotë që është i smur. Dhe do thotë që atë injeksion ai s'e ka marrë në rrugë. E ka marrë nëpërmjet recetës dhe nëpërmjet vizitës të mjekut. Ne flasim për të smur të cilët kanë kaluar qoftë nëpërmjet mjekut familjes, qoftë nëpërmjet faturës që ai ka bërë, që ai ka bërë shërbimin me faturë. Ky smur ka marrë një recetë. Pra injeksion është pjesë e pagesës. Më fal, për rasti konkret të qëndrojmë pak. Qendrat shëndetësore paguhen paguhen mjekët dhe infermierët pas të disa
standard pas disa kritereve. Një nga këto kritere për të arritur është edhe numri i injeksioneve që kryejnë infermierët. Pasi këtu futet dhe bonusi 5% që jepet qendrës shëndetësore. Se qendrës shëndetësore kanë arrit të marrin edhe 2 paga në vit bonus. Dhe injeksionet futen në pagesën e qendrës shëndetësore për të kapur bonusin 5%. Kështu që është obligimi i qendrës shëndetësore për të zgjidhur problemin e injeksioneve. Janë banor, janë pacient të kësaj qendre shëndetësore dhe duhet t'i zgjidhë kjo qendër injeksionet. Meqense jemi tek qendra shërbimi thjesht është ambulator apo infermieri juaj Atëherë, me një fjali, qendra shëndetësore mbulon shërbimi shëndetësor nga 0 deri në X vjeç. I mbulon qendra shëndetësore, është detyruar t'i mbuloj. Në të gjitha oraret? Kurse me sa një uri që kam, në qoftë se do të kryejë injeksion në spital, i takojmë pjesës spitalorit o i shtruar o urgjencë. Do të bëj një ndërhyrje, doktorit, dhe ju bëj thirrje të gjithë mjekëve të familjes dhe mjekëve që punojnë në periferi, që ato orarin e injeksioneve ta rregullojnë në mënyrë të tillë që ajo infermiere, nëse është një infermiere që paguhet për bërjen e injeksioneve, të ketë një orar të përshtatshëm. Jo 8 mëngjesit dhe 16 të mbasdites, por ky orari, sepse janë antibiotiket që përdoren në 12 orë, ky orari të ketë një shkëputje, sepse unë kam punuar dhe unë në fshat 3 vjet dhe i di vështirësinë, të jetë me një orar shkëputje. Të paktën ata antibiotik të bëhen 8 mëngjesit dhe mundësisht 18 të mbasdites. Ky është orari më i përshtatshëm, sepse bëhen antibiotikët në orën 16 apo në orën 15 që nuk ka asnjë vlerë, kështu që prandaj dhe familjarët detyrohen që ose vinë në urgjencën e pediatrisë, ose shkojnë në urgjencën e spitalit të madh. Pavarësisht se ne kemi vënë një urdhër, doktor Miço, po nuk mund t'i refuzojmë dhe t'i lëmë pa bërë. Një mesazh, sepse tani filluan që të vinë dhe fluksi i mesazheve, pasi bënin dhe zile qytetarët ishin të qartë. Mirëmbrëma, thot një qytetar, pse librat e shëndetit të mos merren tek mjeku i familjes, por duhet të gjejmë dyert e ISVSH-s. Ky është një shqetësim në fakt që nuk e ngre vetëm zotëria apo zonja në fjalë në këtë mesazh, unë e falenderoj, por edhe qytetarët të tjerë ajo ka një kuptim ajo. Ndoshta juve nuk keni personat e duhur për është menduar që shpërndarja e përqendruar e librave është më efikase. Mund ta sqaroni qytetarin, mund ta sqaroni. Përse? Personi që lëshon librin duhet marrë përgjegjësi. Libri është një lloj çeku. Sepse atë libër përfitojnë ata persona që janë të siguruar. Farmacia një pjesë të dokumentacionit. Është një libër që me atë libër investon edhe shteti për atë pacient. Hyn në dokumentet e identifikimit të personit. Po. Libri duhet të jetë i kontrolluar dhe i qendruar. Në gjithë botën njeriu mban edhe librezën, jo vetëm ai është poseduesi i këtij libri. Sepse atje ai nuk merr vetëm një libër, është një libër që ka një kod të kuqe dhe ka çdo pacient atë kod. Si patenta e makinës. Është një pasaport, libri i shëndetit është një pasaport tjetër në xhep. Një kartë identiteti, me një dokument nga mjeku i familjes, po pra doktor Miço. Merr një numër kartele nga mjeku i familjes, sepse e di shumë mirë, duhet shkojë me një kartë identiteti, me pasaport ose me një dokument që është me dokument identifikimi, sepse me atë libër shëndeti ai ka disa zgjidhje, për shembull, është mosha pediatrike, janë të sëmurët që i marrin medikamentet falas, invalidët. Do të thënë, ka disa ndarje. Ka një klasifikim që ajo është zgjidhur pa një qendër të veçantë. Kam përshtypjen se qytetari ose qytetarja ka marrë përgjigjen, doja që të shkëputja një mesazh tjetër, në fakt është interesant. Mirëmbrëma, thot një qytetar, a ka të drejtë mjeku i familjes të bëjë vizitë për një fëmijë 0-1 vjeç dhe t'i pres faturë 15.000 lekë pa libër të vjetra? Kategoritë kryesore që mbulon shteti nuk mund të paguajnë asnjë lloj fature. Fëmijët 0-16 vjeç nuk mund të paguajnë asnjë lloj fature, sepse janë me libër shëndeti. Studentët, ushtarët nuk mund të paguajnë sepse janë mbrojtur nga shteti. Ndihma ekonomike dhe të papunët janë mbrojtur nga shteti. Dhe pensionistët. Pjesa aktive, ajo nëse që pasiguruar mund të paguajë faturë. Po. Një qytetar na ka sugjeruar në fakt, unë e falenderoj sepse jeni të mirëpritur me sugjerimet tuaja.
nuk e ka quajtur të plot panelin tonë për shkak se nuk ka përfaqësues thot nga SKSH-ja. Ne falenderojmë. Paneli informimi për sot. Por le të themi që sot kemi hedhur hapin e parë qytetar zotëri. Le të shpresojmë pra që në javët e tjera ndoshta do të kemi një panel më të zgjeruar dhe nga shëndeti publik dhe nga SKSH apo jo. Për qëllimin për të cilën ne jemi këtu sot, një person, do më thënë, sa më gjatë ishte paneli, aq më mirë do ishte, kuptohet. Por, nëse ne kemi një mjek familje, dhe është përfaqësuesi drejt për drejt i një hallke shumë të rëndësishme të reformës në shtetësi, të njëjtin funksion do kryejnë edhe një përfaqësues zyrtar i SKSH, sepse jam i bindur që ai qytetari që flet aty do të ka fjalën për një pjesëtar të administratës së SKSH-s. Që nuk do t'i dinte këtë lidhje, si di mjeku i familjes. Administrata e SKSH-s ka ekonomista, ka njerëz dhe kujdo tjetër që ka interes që do t'i kemi sërish në një bisedë tjetër dhe përfaqësuesit e institucioneve të tjera. Më lejoni të bëj një pyetje jashtë kësaj teme, kuptohet mesazhe kanë ardhur shumë, por nuk mundemi edhe për shkak të kohës së limituar. Jashtë temës së sotme, por në fakt brenda aktualitetit. Flasim zonja drejtoresh për gripin e derit. Të gjithë janë të pa informuar, le të themi, të gjithë kërkojnë të dinë diçka. A mund të japim sot paktën një mesazh sensibilizimi, qoftë dhe për të mos përhapur panik tek qytetarët, të cilët thjesht kanë parë shifra alarmante dhe janë mjaftuar për të tremur, për të terrorizuar, le të themi. Ne në radhë parë nuk duhet që të flasim për një trembje të publikut. Por duhet flasim për një realitet që të merren masa, që ne t'i dalim përpara një gjendje shumë të vështirë. Ne do flasim për qytetin e Fierit, ose për rrethin e Fierit, më të them më mirë, që deri tani ne nuk kemi ndjerë asgjë. Jemi të privilegjuar. Ne nuk kemi ndjerë asgjë këtu, ndoshta edhe ne dëgjojmë shumë në media, por flasim për aktualitetin, sepse unë kam bërë dhe vizita në repartin e infektivit, dhe sondazhe në vizitat qoftë në poliklinik, apo në repartin e pediatrisë, dhe nuk shoh ndonjë fluks në këtë drejtim. Ndoshta doktor Fatosi si infeksionist mund të flasi diçka më tepër, po unë kam biseduar dhe me këto të Institutit të Higjienës, sepse nuk shohim në një problem të veçantë. Këto janë, domethënë, fillimisht është marrje masave për një grip të zakonshëm, paraqitja në institucionet për vizitë të gjithë qytetarëve, ashtu siç tham, mjek familje, mjek në pediatri apo në urgjenca, dhe pastaj seleksionimi do jetë diçka që mos ta ngatërojmë gripin e zakonshëm me një. Të lutem, mund të ndërhyj që po plotësoj doktoresh Donikën. Në repartin e pediatrisë, meqense kanë ardhur shpesh herë nga Instituti i Shërbimit Publik të Tiranës, ke marrë shumë mostra për analizën e grip der dhe të gjithë kanë rezultuar negativ. Pra, nuk kemi asnjë rast pozitiv në repartin e pediatrisë tek fëmijët. Po kështu dhe në repartin infektiv janë marrë mostra dhe nuk ka dhënë asgjë. Po kjo nuk do të thotë që ne vetë kënaqemi ose të humbim vigjilencën. Ne duhet të jemi gjithmonë vigjilentë. Zoti Sala dhe zoti Shoqëriu edhe për ta mbyllur këtë bisedë sot. Desha t'ju them bashkëqytetarëve të mi që të shtojnë kujdesin dhe vëmendjen ndaj, sidomos në këtë periudhën që vjen, ndaj grupimeve të caktuara, të evitojnë mjediset publike, të evitojnë edhe pa kujdesin që të tregojnë ndaj shfaqjeve të vogla që të çojnë te kjo diagnozë. Do të lutem qytetarëve të kenë parasysh kur kanë gjendje me temperaturë të rritur, të pa motivuar nga sëmundjet bazë të kaluara më përpara, një temperaturë e papritur që shoqërohet me dhimbje koke, me dhimbje fyti, me çrregullime të traktit tjerë, gurgullim azor, dhimbje kyçe, të drejtohen tek mjeku i familjes. Janë të lutur që pas mjekut të familjes mund të vinë në qendrën tonë të poliklinikës të specialiteteve, se i kemi të gjitha mundësitë që ato raste që dyshojmë të marrim analizët, mos të kujtojnë se do heqin shumë për të shkuar në Tiranë apo gjikundi. Jemi në gjendje që t'i marrim këtu shtampe. Ju them qytetarëve që kemi marrë shumë shtampe për analiza i kemi çuar në Tiranë. Fatmirësisht nuk na ka ardhur në një përgjigje pozitive. Kjo nuk do të thotë që ne duhet të ruhemi, nuk duhet të shtojmë kujdesin.
është çështje kulture, çështje ndjesie për veten e vet dhe çështje lehtësie portuale për të vizituar nga mjeku i familjes edhe tek specialistët tanë. Thjesht është një marrëdhënie qytetare. Është i rrezikshëm gripi i derit, aqsa është alarmuar apo nuk ka vend për panik? Mësoj se doktor Fatosi si infeksionist do ta thoshte Jo, s'është çështje paniku. Shqetësim duhet ta kemi të gjithë. Është një Vigilent sëmundje e përhapur që s'varet vetëm nga individi, varet nga kushte rrethana të caktuara, por njeriu shton bën si thua llogarit në rast pa për shëndetin e vet bën llogarit personale. Qartë. Merr masa Kjo është temë që duhet trajtuar më vete sepse është e gjerë dhe kuptohet përveçuar të shumta. Jo, vaksinat kanë ardhur. Atëre për vaksinat. Në vaksinat kanë ardhur në farmaci ka vakcina për grupe të ndryshme, edhe për AH1N1 kanë ardhur, vetëm unë i them qytetarëve të kenë parasysh që në atë farmaci që e blejnë personalisht, duhet të shikojnë zinxhirin frigoriferik, që ajo të jetë e mirëmbajtur në mjedis të ftohtë në frigorifer dhe nga farmacia deri në banesën e vet ose në vendin ku do ta bëj. Këtë duhet ta ketë ruajtur po me mjedis të ftohtë me akull deri në momentin që e bën. Nuk ka nevojë. Po thoni që ka mbritur në qytetin e Fierit dhe vaksina për AH1N1? Urdhoni? Ka mbritur vaksina dhe për gripin e derit? Jo, është gripi i stinës. AH1N1 kemi bërë. Plot kemi bërë ka dhe farmacitë tona. Bëjnë për ditë me shumicë, por i këshilloj që ti marrë nga një zinxhir frigoriferik i ruajtur, ta shikojnë me ty e vetë nga e nxjerr farmacisti, dhe e dyta, kur ta marrë nga farmacia deri në vendin e injeksionit, ta kenë të ruajtur me një mjedis të ftohtë, me akull, me kështu, derisa ta bëjnë. Kaq është kujdesi. Faleminderit. Ju lutem. Tani do më fani, unë do të bëja një thirrje gjithë qytetarëve që na dëgjojnë, dua që t'ju them të kufizojnë sa më shumë ato vizitat zyrtare ose miqësore në spital, sepse një smur që është i operuar ose një smur që është me infarkt, duke shtuar sa më shumë ato dyndjet e vizitave si që kemi ne shqiptarët, ndoshta gjendjen e tij, ndoshta një që mund të jetë me grip të zakonshëm të stinës, atë do ta rëndoj më tepër. Kështu që të kenë sa më shumë kujdes për smurin që është në spital dhe sa më pak vizita tek ky smur. Pra të familjarëve tek i smuri që është i shtruar në spital. Familjarëve tek i smuri që është i shtruar në spital. Mirë, atëherë ju falenderoj. Kam përshtypjen se u bë bisedë e këndshme për ne këtu, por le të shpresojmë që kemi dhënë edhe një mesazh tek qytetarët. Faleminderit. Sa më thjesht këtë vajtë qytetarët aq më mirë. Shikues të nderuar, ju falenderoj që na i keni kushtuar këto minuta. Bashkë mirëpafshim.